botë e oqeanit paqësor, e oqeanit Indian, e cila maksimumi ata mund çojnë me sy Australinë apo Kanadan apo SBA-t për të emigruar, po janë jashtë çdo lloji interesi për të ardhur në Evropë, përveç se si turist. Ilir, nuk është e rastësishme që strategjia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në prioritetet e saj të sigurisë dhe të gjeopolitikës ka kaluar nga Mesdheu, Europa në pasor? Është normale Mehmet, SBA-ja është gjeografia, nxjerr hartën e SBA-s tash. Aty pra e kemi numrin më të madh të popullsisë, aty e kemi ekonominë, aty e kemi. Ka vjen më të gjatë në paqësor SBA-ja. Bashkë me Kanadan është gjithë kontinenti verior, pra ka dikimet, ka ishujt pastaj. Guami është diku afër Azisë që është tokë amerikane, Azisë juglindore. Pastaj mos harrojmë që luftrat në vitet 50, 60, 70 në Azinë juglindore u bën, atë që ne njohim si gadishulli i Indokinës. Po mos harrojmë që kjo është edhe pjesa më e zhvilluar ekonomike e botës sot. Pra Indi, Kinë, pra ajo pjesë e Azisë. Normal që SBA-ja aty do ta ketë interesin dhe prioritetin. Ku ta ketë? Te ne. Edhe nga pikpamja e shifrave, dikur kanë shkëlqyer këta. Tani dikur ama, po tani imagjinon sikur kinezët që kanë 1,5 miliard banor, kështu për shaka ne Shqipëria për shembull që kemi pas marrëdhënie shumë të mira me Kinën, dikur kemi qenë të lidhur si mishi me thojnë me Kinën. Sot kinezët vendosin të na dërgojnë për shembull kështu një pakicë prej 10 milion kinezësh. Do ndryshon dhe gjithë realitetin demografik të Ballkanit, do kupton? Në Kinë nuk do hetoj fare. Po Kinë nuk do hetoj fare, sepse është vetëm një qytet, kurse këtu do ndryshon dhe gjithë realitetin demografik të Ballkanit. Imagjino për shembull të vinë ja 5 milion indian në Ballkan. Ku do t'i çosh? Afrika, për shembull, Serbia po mundohet që të përfitojë nga marrëdhëniet e mira me shtetet afrikane, duke krijuar dhe marrëdhënie ekonomike që të marrë krah pune nga Afrika. Kështu që ka shumë indian të cilët vizitojnë Shqipërinë, i shoh kur vinë në Tiranë. Po sigurisht edhe do ka kinez, do ketë me Kinën e kemi marrëdhënie historike. Gjithmonë ka pas kinez, le të themi që vendi më i lidhur me Kinën në histori në Ballkan ka qenë Shqipëria, pavarësisht se pastaj për shkak të arsyeve politike të tjera ka ndryshuar realiteti gjeopolitik, por ekonomikisht ne kemi qenë gjithmonë të lidhur me Kinën, kemi një të shkuar me kinezët. Ndërkohë që kur themi që ky realitet, Kina, India, demografia, Afrika, po ndikon gjithë kontinentin evropian, nuk mund të përjashtojmë Shqipërinë dhe Kosovën që janë dy vende të vogla të këtij kontinenti. Ndikon shpesh demografinë e lidhin me elementet, sidomos në ato zona të varfra, me elementet të radikalizmit, ekstremizmit,